أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فلندرم الله عز وجل ashtu si që të kanë madhështisë së tij. Ai është Zoti që i meriton të gjitha llojet më të përkryera të falënderimeve dhe lavdërimeve. Më pas e lutim atë që salavatet dhe selamet e tij të jenë për pejgamberin e nderuar Muhammedin alayhi salatu wassalam. Pastaj falenderoj Allahun azza wa jall gjithashtu që jam përsëri midis jush. Dhe e lusë Allah subhanahu wa ta'ala që t'ju japë juve të gjithve mirësi në dynja, mirësi në ahiret dhe t'ju ruaj nga dënimi i zjarrit. Por në mënyrë të veçantë e lusë Allahun azza wa jall për ta të fëmijë, për ta të rinj, që Allahu t'i forcojë në fenë e tij, t'ua bëjë të dashur kërkimin e diturisë, sepse janë në një moshë, jeni në një kohë ku keni mundësi më shumë se çdo kusht tjetër që të përfitoni nga dituria fetare, që të mësoni nga feja Allahut të lartësuar. Dhe së dyti, Allahu i shpërbleft edhe hoxhës tuaj që më ftoi, jo se unë mund të them diçka që hoxha nuk mund t'ju a thot juve, por ishte dëshira e tij dhe dëshira ime që t'jem prap midis jush dhe t'ju përgjigjem ftesës tuaj. Vëllezër të nderuar, siç e tha dhe hoxha, siç mund ta kenë thënë dhe të tjerët përpara me në këtë xhami, ku ju keni qenë prezent në ligjëratat e tyre, pak kohë, pak çaste në ndajnë në një muaj i madhërishëm në shpërblimet e tij, i madhërishëm në faljet e tij, i madhërishëm në sukseset që ka besimtari për të bërë sa më shumë vepra të mira, i madhërishëm në mbajtjen larg shejtanit, që është armiku kryesor i joni, jo thjesht kryesor, por armiku më i ligë, më intrigant dhe më me përvojë për të humbur njeriu. Dhe Allah subhanahu wa taala e sjell muajin e Ramazanit si përkujtim për ne, si një zgjim nga pakujdesia, harresa, dhënia pas dynjas që mund kemi pasur në muajt e mëparshëm të vitit hënor. Dhe na dha sukses Allahu subhanahu wa taala që të jemi bashkë në këtë xhami, në vendet më të dashura në tokë, tek Allahu i lartësuar, në një nga shtëpitë e tij, për të përkujtuar nga fjala e Allahut, nga fjala e profetit alayhi salatu wassalam. Edhe mexhliset e tilla vëllezër kanë një vlerë shumë të madhe. Ne harrojmë shpesh vlerën e mexhliseve, ndenjeve të dijes. Sepse po ta dinim, nuk do t'i kursenim ato. Nuk do të ngropeshim nga ato. Njëherë profeti alayhi salatu wassalam, si vjen në një hadith të saktë, i pa disa nga sahabët e tij të mbledhur që po diskutonin. I pyeti dhe i tha: "Për çfarë jeni mbledhur?" Ata i thanë: "Po kujtojmë mirësinë e Allahut që na udhëzoi në këtë fe, në këtë islam, na shpëtoi nga xhahilijeti, nga kufri dhe na bëri musliman." Profeti alayhi salatu wassalam u tha: "Ma ajlasakum illa dhak?" Vërtet, vetëm për të gjë, apo ky është shkaku për të cilin ju jeni mbledhur bashkë dhe po diskutoni? Po, thanë ata, u i dërguari i Allahut, ky është. Tha profeti sallallahu alaihi wasallam: "Amma inni lam astahlifukum tuhmatan lakum, walakinahu atani Jibril fa akhbarani anna Allah azza wa jall yubahi bikum al-malaika." Unë, tha profeti sallallahu alaihi wasallam,
nuk ju kërkova të betoheshit sepse dyshoj apo sepse mund të dyshoj në sinqeritetin tuaj. Por Xhibrili më erdhi, meleku më i rëndësishëm, më i madhi, sjellsi dërguesi i shpalljeve nga Allahu i lartësuar tek pejgamberët e Zotit. Më erdhi dhe më tha: Allahu i lartësuar krenohet dhe po ju lavdëron juve tek me lajket. Dhe kjo është një dobi dhe një përfitim dhe një krenari dhe një nderim i madh për çdo kënd që është pjesëmarrës në mexhliset e dijes. Shikoni vëllezër, çfarë përfitimi i madh. Të meditojmë pak. Allahu subhanahu wa taala dërgoi melekun më të madh te i dërguari i tij alayhis salatu wassalam, që t'i lajmëroi sahabët se Allahu subhanahu wa taala këta njerëz po i lavdëron, po i përmend për mirë tek me lajket. Dhe Allahu subhanahu wa taala po na përmend neve tani tek me lajket. Qofshim të sinqertë në fjalët tona dhe në qëndrimet tona këtu. A nuk është ky një nderim i madh që nuk mund të ta jap askush përveç Zotit të botëve? Pra ty o njeri i thjesht, o rob i thjesht, Allahu i lartësuar, që nuk ka nevojë fare për ty, të nderon në këtë mënyrë. Prandaj e themi këtë parathënie për t'i rikujtuar veteve tona se sa me vlerë janë ato minuta që ne harxojmë duke mësuar për fen, duke dëgjuar për fen. Dhe me xhiset e tilla nuk duhet i humbim me angazhimet me telefona. Telefoni është hajduti më i madh. Telefoni është hajduti më i madh që vjedh nga koha jonë. Vjedh nga mundësitë tona për të marrë shpërblime. Ne jemi në këtë xhami, jemi komod, të lirshëm, të shëndetshëm, dhe Allah na dha mundësinë të flasim dhe të dëgjojmë nga feja e tij. Prandaj mos e privojmë veten tonë duke u marrë me gjëra që nuk kanë vlerë, nuk kanë dobi, dhe na humbin dhe na privojnë nga shpërblime të tilla. Muaji i Ramazanit, vëllezër, muaj i vlerave të mëdha, muaj i mirësive të mëdha. Dhe siç e përmenda më parë, pak çaste na ndajnë nga ardhja e tij. Por janë çaste të mjaftueshme për secilin nga ne që të fillojë të vetja e tij një ndryshim të madh, apo ta ushqej veten e tij, ta përgatis, ta edukoj, ta motivoj veten e tij me vlera, me iman, me qëllim që kur të vijë ky Ramazan të jetë më i miri dhe ndryshe nga të gjitha Ramazanet e mëparshme. Kur vinte muaji i Ramazanit, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam i përgëzonte sahabët e tij. Si hariq, Ramazani është mëshirë. Ata që kanë agjëruar, janë falur, e kanë ndjerë shijen e adhurimit të tyre, e din shumë mirë që me të vërtetë Ramazani është ushqim. Ti i uritur, i etur, por ushqehesh me një ushqim që nuk e shijojnë dhe nuk e kuptojnë ata që nuk agjërojnë. Dhe është ushqimi i shpirtit, me iman, me afrim tek Allahu, me mbushjen e zemrës me dashuri, frikë, madhështi për të. Prandaj kur mbaron Ramazani, të gjithë ndjejnë një boshllëk që krijohet në shpirtrat e tyre. Sepse e din që atë ndjesi, atë ëmbëlsi,
të imanit, të adhurimit që ndjen në Ramazan, nuk mund ta ndjen ndoshta në periudhat e tjera të vitit. I përgëzonte profeti alayhis salatu wasallam dhe i thonte: "Hadha Ramadan qad ja'akum." Ky është muaji i Ramazanit, ju ka ardhur juve. I jepte si hariq, i lajmëronte, i përgëzonte. Tuftahu fihi abwabul janna wa tughlaqu fihi abwabun nar wa tusalsalu fihi ash-shayatin. Në të cilin hapen portat e xhennetit. Dhe ai që është i përmalluar për xhennetin e kupton vlerën e kësaj fjale, thellësinë e këtij mesazhi. Hapen portat e xhennetit, vendi të mrekullive të përjetshme. Pra në Ramazan jemi pranë xhennetit se kurrë. Mbyllen portat e zjarrit, vendi i dënimit të përjetshëm, i pa imagjinueshëm, Allahu na ruaj prej tij. Pra në Ramazan jemi më larg zjarrit se në çdo periudhë tjetër të vitit. Dhe lidhen shejtanët. Kjo është ndihmë nga Allahu. Ta lidh armikun tënd, që ti t'jesh sa më i lirshëm në afrimin tënd, në rrugëtimin tënd, në ecjen tënde drejt Zotit dhe mëshirës, shpërblimit, faljes dhe dashurisë së Tij. Por duhet të dimë se një nga gjërat apo nga adhurimet e mëdha me të cilat ne, secili nga ne, duhet ta paraprijë Ramazanin është pendimi tek Allahu. Është pendimi tek Allahu i lartësuar. Pra të ndjesh keqardhje për gjunahet e tua, për lëshimet e obligimeve fetare, për tundimet, cytjet, vezveset e nefsit dhe shejtanit në mëkate. Të ndjesh keqardhje pse kundërshtove Zotin tënd bujar, që në çdo moment të natës dhe të ditës të begaton me mirësi prej Tij. Çdo frymarrje që bën është mirësi nga Allahu, është dhuratë nga Allahu, për të cilën ai meriton falënderime, ushqimi, veshja, pija jote, e të tjera begati. Nuk meritojnë që t'i kthehen Allahut me mëkate dhe kundërshtime, me gjunafe. Dhe pendimi është nga adhurimet më të dashura tek Allahu. Thot Allahu i lartësuar në Kur'an: "Qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a." Gjojni mirë të ajet kuranor, vëllezër. Këtë thirrje hyjnore nga Zoti i gjithëmëshirshëm. Shajet madhështor. O robrit e mi, krijuesi thret robrit e tij, krijesat e tij, o robrit e mi, cilët për tyre thret Allahu, që e keni ngarkuar veten tuaj me gjunahe të shumta. Pra, po thret Allahu subhanahu wa taala robrit e tij gjunafqar, ata që e kanë kundërshtuar me gjunahe të mëdha apo të shumta. Pse i thret? Që ti paralajmëroj dhe ti kërcënoj me dënim? Jo. Por ti përgëzoj ata. Mos e humni shpresën në mëshirën e Allahut. Thirrje hyjnore që e mbush zemrën e çdo besimtari me dëshirë për pendim. Sepse Allahu subhanahu wa taala po të thret me një thirrje që përmban mëshirë, dashuri. Tha: o robrit e mi, o krijesat e mia, që ju krijova, ju furnizoj, por që keni bërë shumë gjunafe, mos e humni shpresën në mëshirën e Allahut. Kjo është ftesë në pendim. Pra pendohuni, sepse vërtet Allahu i fal të gjitha mëkatet, kur robi i tij pendohet.
Pra çfarë e pengon njeriu nga falja e gjunaheve të tij? Pse nuk falen gjunahet e tij? Mungesa e tobes, pendimit. Dhe nga emrat e bukur të Zotit tonë është At-Tawwab, pranues i madh i pendimeve. Dhe Allahu i do ata që pendohen. Inna Allah yuhibbu at-tawwabin o yuhibbu al-mutatahhirin. Allahu i do ata që pendohen. Allahu i do ata që pendohen. Shihni vëllezër, njeriu bën mëkat dhe Allahu thot, pendohu dhe unë do të dua. Dhe ai i cili na dha neve të myshdë të madhe, të përgëzim të madh, tregon se do të na fal. Prandaj është shumë e rëndësishme që Ramazanin ta paraprim me pendim. Pse me pendim? Pse? Sepse mëkatet vëllezër e vendosin, e sëmurin zemrën, e vendosin atë në gjumë, e plotësojnë atë ndaj adhurimeve. Profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithin e tij ka treguar se sa herë që biri i Ademit bën një gjuna, një pirë zezë në zemër. Një gjuna tjetër, një tjetër pirë zezë, një tjetër pirë zezë, derisa zemra e tij mund të nxihet plotësisht. Edhe kur zemra nxihet pjesërisht apo plotësisht nga gjunahet, është e plogësht, nuk ka zell, nuk e ka më atë vrull, atë dëshirë, atë pasion për të kryer adhurime, por ndjen lodhje besimtari. Dikush nga ne edhe mund ta ketë vënë re kur për shembull fillon të lexoj Kur'an, që në gjysmën e faqes ndjen lodhje në veten e tij. Pse ndodh kjo vëllezër? A e kemi bërë ndonjë pyetje vetes? Mund të kemi bërë. Efektet e gjunaheve. Prandaj mos u dorëzo, vazhdo të lexosh, sepse zemra po lufton. Vepra e mirë që po bën, po tenton ta zbardhi atë pjesë të nxirr nga zemra, ta kuroj zemrën tënde. Prandaj vazhdo lexo. Edhe një faqe, edhe një tjetër, derisa do të ndjesh pastaj që nuk shkëputesh dot më nga leximi i Kuranit. Do të lexosh edhe faqe të tjera. Ndjen qetësi, ëmbëlsi, u shplodh zemra, u kurua. Apo kur bën dhikr, e ndjen të lodhje. Mos u dorëzo, fillo, sepse zemra po pastrohet, po kurohet. Apo kur fal rekate nafile, vazhdo. Zemra, gjunahet janë sëmundje, janë plagë në zemër. Dhe ka prej plagëve dhe sëmundjeve që e vdesin zemrën. Prandaj nëse e paraprim Ramazanin pa një pastrim të zemrës, atëherë gjendja jo në Ramazan mund të jetë njëjtë si gjendja para Ramazanit. Pra mund të vim me dembelizëm, mezi presim të mbaroj namazi, kapim Kuranin, elem shpejt, kapim telefonin, gjoja duri thënë vetes sa të shplodhemi dhe Kuranin mbajmë dorë, sa të shplodhemi dhe lexoj prap Kuran. Ndërkohë që ikin minutat, mbushet ora, themi. Erdhi namazi i radhës. Humbi nga koha. Prandaj paraprirja e namazit me pendim vëllezër është shumë e rëndësishme për ne. Të pastrojmë vetet tona nga gjunafet. Këtë dhuratë madhe të Allahut që është muaji i Ramazanit, ta presim në gjendjen më të mirë. Jo vetëm në aparencë, por mbi të gjitha në shpirt, në zemër. Ta lutim Allahun subhanahu wa taala që të na japi sukses në sa më shumë vepra të mira. Dhe ky Ramazan të jetë ndryshe, më i mirë se çdo Ramazan tjetër. Ky të jetë synimi. Ky të jetë synimi dhe projekti i secilit nga ne. Do ta bëj të Ramazan më të mirin se çdo Ramazan të kaluar.
Allah subhanahu wa taala na dha shëndet. Dhe kjo është një mundësi nga Allahu për të marrë sa më shumë shpërblime dhe për të dalë sa më i falur nga ky Ramazan. Njohim njerëz të sëmurë, nuk kanë mundësi të agjerojnë. Kemi pasur të afër miq që agjeroshin dikur me ne, sot nuk janë më. Allah subhanahu wa taala po na jep neve këtë mundësi, këtë dhuratë. Prandaj nuk duhet ta humbim kot. Dhe nga gjërat me vlerë, dhe nga gjërat që na ndihmojnë, është ta paraprim Ramazanin me pendim. O tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dhe pendohuni që të gjithë o besimtarë tek Allahu në mënyrë që të shpëtoni. Dhe njeriu më i bindur, më i pastër nga gjunahet, Muhamedi alayhi salatu wassalam kërkonte falje dhe pendohej tek Allahu 100 herë në ditë. Adhuruesi më i madh, më i sinqerti me Zotin e tij, më i sprovuari, më i lënduari për hir të Allahut, më durimtari, më i kënaquri, më i vuajturi dhe më i kënaquri me Zotin e tij, kërkonte falje dhe pendohej më tepër se 100 herë në ditë. Pra pendimi, vëllezër, nuk është thjesht zakon i atyre që bëjnë gjunahe. Pendimi është zakon, adhurim që e bëjnë pejgamber. Fa'asa Adamu rabbahu faghawa, thumma ijtabahu rabbuhu fataba alayhi wa hada. Dhe Ademi e kundërshtoi Zotin e tij dhe devijoi, por Allahu e zgjodhi, ia pranoi pendimin dhe udhëzoi. Kërkoi falje Ademi alayhis salam për mëkatin që të gjithë e dim. Dhe Allah subhanahu wa taala e fali. Dhe një hadith qudsi thot: Ja ibni Adam, law balagha dhunubaka anana as-sama thumma astaghfartani ghafartu laka wa la ubali. Shihni vëllezër çfarë thëniesh hyjnore. O biri Ademit, Allahu po na drejtohet. O njeri, nëse gjunat e tua arrin lartësinë e qiellit, pra të vendosen njëra mbi tjetrën. Dhe qielli është shumë lart. Të arrin deri atje. Por ti më kërkon mua falje për to. Unë do t'i fal të ato pas një problem. Allahu akbar. Sa i madh është Allahu, ky Allah që njeriu e kundërshton me gjunahe, neglizhon urdhëresat e tij, e privon veten nga falja dhe shpërblimi i mrekullueshëm i Zotit bujar. O biri Ademit, nëse mëkatet e tua arrin lartësinë e qiellit, por ti më kërkon mua falje, unë do t'i fal, pas një problem. Pendimi sinqert, vëllezër, me keqardhje për gjunahun që u bë apo gjunahat që u bën, me vendosmëri që nuk do t'i kthesh më atyre gjunafeve, që do të ndryshosh me sinqeritet, dhe nëse ka të bëj me ndonjë shkelje të drejtave të dikujt, atëherë t'i kthehet, t'i rikuperohet ajo pa drejt që ju bë atij, dhe Allahu subhanahu wa taala do ta falë mëkatin tënd. Allahu azza wa jalla t'i falë mëkatet e tua. Ndoshta të gjithë e dim hadithin e njohur, hadith madhështor, vëllezër, që duhet t'ia kujtojmë shpesh veteve tona, sepse e rrit besimin, e rrit dëshirën për pendim. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam: Allahu gëzohet për pendimin e robit të tij. Allahu gëzohet, thot, për pendimin e robit të tij më tepër se ai i cili gëzohet kur gjen devën e humbur me ushqimin dhe pijen në të.
Dhe thot, nga gëzimi ma thot, e humb arsyen, gjua paraprin mendjen, lapsus. Dhe thot, o Zot, ti e robi im dhe unë jam Zoti yt. Graboj nga gëzimi. Pra një njeri i cili udhëton në shkretëtir, me deven e tij dhe në tërta ushimin dhe pijen dhe papritur ajo i humb. Dhe të gjithë kemi parasysh shtete të tjera siç janë, vende të pabanuara, nuk ka njerëz, nuk ka burime uji, burime ushqimi e tjerë ku mund të gjesh. Hapësirë e madhe, e nxehtë, e shtretë. Dhe ai dëshpëruar fillon dhe pret vdekjen. S'ka ushqim ku të gjej, s'ka pije ku të gjej. Por deveja e tij kthehet. Imagjinoni gëzimin e një njeriu të tillë, që po pret vdekjen. Por pa pritur ushqimi dhe pija e tij aty. Pra rikthehet jeta e tij. Si do të jetë gëzimi më i madh? Dhe aq shumë e përjeton gëzimin një njeri i tillë saqë bën të lloj lapsusi. Gjua paraprin mendjen dhe thot, o Zot, ti je robi im dhe unë jam Zoti yt. Allahu subhanahu wa ta'ala gëzohet më tepër se ky rob për robin e tij kur pendohet. Gëzohet, pra shihni çfarë vlere ka pendimi. Çfarë përfitimesh të mëdha. Pra Allahu gëzohet dhe kënaqet me ty që bëre gjunafe, por u pendove. Që bëre gjunafe, por u pendove. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithin e tij, Inna Allaha yabsutu yadahu bil-layl liyatuba musii'u an-nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'u al-layl hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha. Allahu e shtrin dorën e tij natën që të pendohet gjunafqari i ditës. Dhe shtrin dorën e tij ditën që të pendohet gjunafqari i natës derisa të lind dielli nga perëndimi, pra derisa të vijë Kiameti. Kjo mëshirë dhe falje e Allahut do të vazhdojë e tillë. Do të vazhdojë e tillë. Prandaj vëllezër, muaji i Ramazanit e meriton një parapërgatitje shpirtërore. E meriton startimin jo kur ai hyn, por përpara se ai të hyjë. E meriton ndryshimin jo kur ai të fillojë, por përpara se të fillojë. Pse? Që të kemi një Ramazan sa më të mirë. Dhe Allahu nuk ka nevojë për agjërimin ton. Allahu nuk ka nevojë për bindjen dhe adhurimin ton. Ashtu siç ati të madhërishmit nuk i bën asnjë dëm gjunafi jon, në të njëjtën kohë nuk i bën asnjë dobi adhurimi jon, sepse ai është i përkryer, i përsosur, i pa nevojë. Pra nuk ka nevojë për askënd. Ne kemi nevojë për të. Ne kemi nevojë të adhurojmë. Ne kemi nevojë të kërkojmë falje atij. Dhe ai është falës i madh. Vjen një person te Al-Hasan al-Basriu rahimahullah. Edhe i thot, përpiqem thot që të zgjohem natën për të falur, po s'po falem dot. Nuk pa arrit të zgjohem. Bëhem gati, thot, pra merrte gjitha sebepet, nuk i dilte gjumi. Hasan al-Basriu rahimullah i thot, ndoshta ndonjë gjunah që ti ke bërë, ti ka lidhur ty këmbët. Pra nuk, por të privon, është shkak që të pengon nga adhurimi. Njëherë po të Hasan al-Basriu rahimahullah dhe ka qenë nga tabiinët, vjen një tjetër person dhe i thot, unë bëj gjunafe, por Allahu me mua është treguar bujar, nuk më mungon ndonjë gjë nga kjo botë.
kam familje, kam pasuri, kam dhe shëndet. Hasan al-Basriu rahimullah i tha, a falesh natën? A i tha, jo. Mjafton kjo gjë si privim për ty nga mirësit. Mjafton kjo gjë si një lloj dënimi për ty. Pse i përmendim këto dy këshilla nga ky dietar i madh, Allahu mëshiroft. Për të kuptuar rëndësinë e pendimit para Ramazanit. Dhe sepse ndonjë gjuna që mund ta kemi harruar, ndonjë zullum që mund të kemi të bërë dikujt, por që ai tjetri po e vuan, po e përvuan akoma, mund bëhet shkak që të na pengojë nga shumë mirësi dhe adhurime në këtë muaj të begat, që është ayamu ma'dudat, pak ditë të numëruara. Të gjithë jemi koshient se kur vjen Ramazani, dita e parë na duket pak larg dita e fundit e tij. Por sa për kalon gjysma, vjen ai 10 netëshi apo 10 ditëshi i fundit dhe habitemi, pyesim sa shpejt iku. Është ashtu siç i përshkroi Allahu subhanahu wa taala, ditë të numëruara, ditë të pakta. Prandaj pendim, pastrim. Pastrimi i zemrës nga efektet e gjunaheve. Pastrimi i nefsit, i moralit, nga veset që mund të kemi. Përmirësim me virtyte, vëllezër. Ramazani meriton që të ketë një preokupim nga ana jon, një vrasje mendje nga ana jon, një meditim, monolog që mund bëjmë me veten, si ta bëjmë të Ramazan më të mirë se të gjitha Ramazanet e tjerë. Ndoshta është i fundit. Dhe askush nga ne nuk e ka apo nuk e ka parë se kur është afati i tij, e xheli i tij. Mund të jesh në kulmin e shëndetit, në kulmin e komoditetit dhe pa pritur gjendja ndryshon dhe je pranë vdekjes. Dhe Allahu subhanahu wa taala mund ta largojë njeriu nga kjo botë. Mund t'ia marrë shpirtin atij. Dhe s'ka më mundësi as për pendim, as për sadaka, as për t'i kërkuar halal të tjerëve, as për të bërë vepra të mira. U vulos një herë për gjithmonë. U mbyll porta. Duhet ta ndjejmë madhështinë e Ramazanit në mënyrë që ne të jemi sa më të mirë, sa më të përkushtuar në këtë muaj. Por suksesi vjen vetëm nga Allahu. Wa ma tawfiqi illa billah. Dhe suksesi im është nga Allahu. Ta lutim Allahun Azza wa Jall, ta lutim me përgjërim, me përkushtim, me përqendrim, me një dëshirë të zjarrt, me një kërkesë të zellshme, të fortë, këmbgulse, që Allahu subhanahu wa taala të japi neve mundësi në sa më shumë vepra të mira, në leximin e Kuranit, përfundimin e leximit të tij disa herë në këtë muaj. Në sa më shumë dhikr, në sa më shumë sadaka, në sa më shumë namaze nafile, në sa më shumë vepra të tjera të mira të ligjësuara në Islam. Istighfar, pendim e tjerë, sepse pendimi nuk është i veçantë vetëm para Ramazanit, por edhe gjatë tij, por edhe në fund të tij, për ato gabime, ato lëshime, ato pakujdesi që mund kemi pasur në këtë muaj të begat. Duke qenë se ju mund t'jeni ngarkuar pak me ligjëratat rreth Ramazanit, nga hoxhallarët e tjerë. Kur them ngarkuar, pra keni pas ngarkesë të mirë, pra në informacione të bollshme për Ramazanin, nuk dua të zgjatem më tepër, që edhe hoxhës t'i lejmë hapësirën që meriton. Elusë Allahu subhanahu wa taala na japi neve mundësi për një agjërim sa më të mirë, të jetë më i miri nga të gjithë të mëparshmit, t'ju udhëzojë të afërmit tan,
t'i fali gabimet tona, na japi sukses në pendim. O subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.